meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do t'jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. E falenderojmë të madhin Zot fuqiplot me falenderimet më të mira që i takojnë vetëm atij. E lavdërojmë dhe madhërojmë pafund që na bëri prej muslimanëve dhe muslimaneve, prej besimtarëve dhe besimtareve, dhe elhamdulillahi rabbil alamin që na bëri neve prej agjëruesve dhe agjëruesve, dhe na bëri neve prej atyre që adhurojnë dhe madhërojnë madhështinë dhe lartësinë e tij. Vëllezër dhe motra të nderuara, në këto pak minuta, sepse disa vëllezër i kemi në borë dhe moti është i nxehtë dhe unë i hyn hak me zjat më shumë se ç'duhet, do flasim vetëm si rikujtim që muaji i Ramazanit është dhe muaji i faljes hyjnore. Kanë kaluar gjysma e Ramazanit dhe neve gjithë secilit na duket si ëndër, si shpjegohet që iku kaq shpejt, biles nga eksperienca që ka kaluar është që këto 15 tjera t'ikin akoma më shpejt. Por ajo që ne synojmë është ajo që thot profeti alayhis salam në një transmetim të vërtetë, çdo natë Ramazanit shpëtojnë njerëz nga zjarri i xhenemit, dhe inshallah i madhi Zot se kur shpëton nga atje ka fituar xhenetin e përjetshëm, inshallah i madhërishmi Allah neve na e ka heqë emrin nga ato që do hyjnë zjarr xhenemit në këto 15 ditë. Qofse i madhi Zot për 1001 arsye dobësisë tonë nuk ka ndodhur kjo, inshallah shpresojmë shumë 15 ditë që vjen, edhe do jetë halli i madh, nëse i madhi Zot nuk na ka falë në Ramazanit e tjera ose në këtë, se jemi në rrezik të jashtëzakonshëm. Ajo që fitohet është e qartë në disa tekste që i shpreh qartë edhe dukshëm dhe kuptueshëm profeti alayhis salam, është që nga këto tekste që ne do i përmendim kuptohet qartë dhe thjesht që i madhi Zot don sebepe që të na falë neve mëkatet. Vëllezër dhe motra nderuara që jeni në xhami, nuk ka barë më të rëndë që mban njeriu se sa barra e mëkateve që ka bërë ndaj Zotit. Pra fajeve, mëkateve dhe gjinafeve që kemi ndaj të madhit Zot. Për këtë arsye i madhi Zot, duke e ditë dëmin e gjinafeve, dënimin që vjen mbas gjinafeve, nxjerr një seri tekstesh dhe vepra të mira që neve të na i fali këto gjinafe. Dhe lum pastaj për atë që i falen gjinafet, dhe lum, ky është më i lumturuari që siç tregohet në disa raste dhe hadithe profetike, ecën mbi tokë dhe ecën si engjëll pa mëkate. Ramazani është një nga muajt apo nga veprat më të mira që të falen gjinafet. Profeti alayhis salatu wassalam ka shku deri aty sa ka thënë, cilin e mbrin Ramazani, pra i cili e jeton në Ramazanin dhe nuk i falet gjinafet, qoftë larg Zotit. Deri këtu ka shku. Ka thënë ai i cili jeton në Ramazan dhe nuk i falen gjinafet, çfarë thotë nuk i falen gjinafet? Sa as nuk agjiron, as nuk bën vepra të mira, larg Zotit qoftë. Ai shumë don i madhi Zot na i fali gjinafet, sa tregohet në një transmetim sakt profeti alayhis salam. Idh yatalaqqa al-mutalaqqiyan 'ani al-yamin wa 'ani al-shimali qa'id. Kurani thot, çdo njeri e ka një engjëll në djathtë, këtu që i shkruan veprat e mira dhe një në të majt që i shkruan veprat e këqija. Kurani thot, idh yatalaqqa al-mutalaqqiyan 'ani al-yamin wa 'ani al-shimali qa'id. I vetëm se i qëndron. Ma yalfidhu min qawlin ila ladayhi raqibun atid. Nuk e thot ai një fjalë vetë se ato ja shkruajnë shpejt. Nuk e bën ai vepër vetë se ato ja shkruajnë. Çfarë ndodh? Me tregu Zoti mëshirën, rahmetin dhe faljen e vet, thot profeti alayhis salam, kur biri i Ademit e bën një të mirë,
ky që është në djathtë që shkruan veprat e mira, ja shkruan ças 10 mira. Prier. Kur njeriu bën një të keqe, thot profeti alayhis salam, ngren lapsin ky i majti për ta shkruajt veprën e keqe, i thot i djathti, leje thot disa kohë se ndoshta pendohet. Dhe i jepet afat personit 6 orë. Qofse brenda 6 orësh pendohet, kërkon falje, për ulet dhe përgjërohet ke i madhi Zot për atë që ka bërë, nuk i shkruhet fare. Për këtë arsye, ky dallim midis mirës dhe të keqes bëhet se Zoti don na tolerojë dhe të na falë. Dhe Ramazani është muaj më i begatshëm dhe më i mirë për të arritur këtë, siç tha profeti alayhis salam, "Men qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush jetoi në Ramazan dhe u fal dhe i dha hakun që meriton ai muaj, i falen gjithë gjinavet sa deri Ramazanin që kaloi, jo gjithë jetës tij, thotë. Çdo gjinav që ka bën sipërfaqen e tokës. Dhe i rast tjetër tha, vëllezër dhe motra të nderuara, as-salawatul khams, 5 vakte që i fal muslimani nga vakti në vakt falen gjinavet. Ka thonë el-jum'atu ila el-jum'a, nga gjumaja në gjuma falen gjinavet. Ka thonë wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahun. Dhe Ramazani në Ramazan falen gjithë gjinavet. Për këtë arsye vëlla dhe motër nderuar që janë në xhami, unë ju kërkoj shumë që të kërkoni falje për vetën e juaj, mos na harroni dhe neve. Unë gjithmonë kur lutem dhe kur vjen koha ke kërkimi i faljes them për njerëz që unë mendoj me emra apo për familjen e me radhë, gjithë umetin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Dhe gjithë secili nga ne të paktën ne që jemi me i xhami duhet kërkojmë ke Zoti falje për njëri tjetrin. Profeti alayhis salam ka thonë, ai i cili lutet për vllajën e tij musliman duke mos qenë vllai musliman prezent, Zoti i sjell një engjël që thotë dhe ty ashtu qoftë. Pra kur thua Zot fale filanin, s'është aty, e bën me sinqeritet pra. Se po që aty ndoshta e bën dhe i cik për t'i bërë qefin, kurse kur s'është s'ka aty, e bën tamam me sinqeritet dhe pastërtisht. O Zot fale filanin. Zoti bjen një engjël thotë dhe ty të fal Zoti. Po u lut engjëli u pa gjinaf. Kështu që ka shpresa shumë që i madhi neve të na fal. Dhe për ta mbyll, i tha ieri Aisha radhiyallahu anha. I tha oj dërgumi i Zotit. Pra ky Ramazan i begat, qofse unë në natë një nga netët e Ramazanit, në fundin e saj pra, hetoj dhe po bindem që është nata e Kadrit, më thuj çfarë të them. Tani imagjino natën e Kadrit, robi duhet lutet për çdo gjë. Pse profeti Ali Sashiç ai thotë thuj Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Thuj o Zot ti e falë, se don faljen, më fal mua. Profeti mund t'i thoshte 1000 lutje që i ka pas bërë vetë, sepse po të fali Zoti hapen dyert e mëshirës në këtë botë dhe në botën tjetër, hapen dyert e mirësisë në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe gjithë lutjet që do t'u bëshin natën e Kadrit ja veçoi dhe i tha thuj Zot më fal, e don faljen, më fal mua. Mos haro ku Allahumma innaka afu tuhibbul af fa'fu anni. O Zot ti e falës, e don faljen, më fal mua. Në fakt Zoti ka i emër Gafur. Ka dhe afu. Gafur është falës, afu është falës, nga emrat e tij. Falsi, ku ndryshojnë? Ka thënë dietarët, ka përmend profeti afu dhe jo Gafur, që po të shikosh në pamje të parë duken si sinonime, nuk është kështu. Dietarët dhe komentuesit e Kuranit ka thënë ndryshimi i Gafur, falsi për Zotin, dhe afu, falsi prap, është se kur thot Gafur, ti e bën gjinafin, të shkrujt, do të dali për para ditë gjykimit, po të thot ta kam falë. Po do e shofsh. E do ndjehesh keq, ai do thot kam falë, robi i mik në xhenet. Kurse afu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, që i ka thonë bashkëshortes tij Aishëm qofse është nata e Kadrit, kanë thonë afu do të thot që ta fshin fare nga libri i jetës. Dhe kur delti në ditë gjykimi, nuk e ke fare aty dhe nuk të vjen rënd fare. Të janë ndryshimi i dy emrave që në çast parë duken sikur janë sinonime dhe të njëjtë. Kuptimin dietarët ja kanë nxjerrë dhe ka thonë afu, sepse shuhet fare gjinafi dhe se ken librin që do shpërndahen ditën e gjykimit. Që inshallah Zoti na jep nga e djathta dhe na çon në xhennetet e firdausit. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Elajna ahsen el kelami wa ablagan nidham, kelamullah, el melik, el aziz, el allam, i madhi Zot fuqiplot na i fal gjitha gjinavet e jetës tonë.
O Zot, asnjë mos dali sot nga xhamia vetë se na ke fal, na ke bërë si engjëjt e pastër, ne, familjet tona dhe gjithë umetin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. O Zot, na i fal dhe mëshiro baballarët dhe nënat tona. Na i arsimon, na i bot moral që më fal dhe mëshiron trindit dhe treja tona. O Zot, na i bë fëmijët po të lutemi në Ramazan, na i bë fëmijët tan dietar dhe hafiz Kuranit famlart. Na i ruaj madhi Zot ato nga çdo e keqe. Fuqi ploti, gjithë fuqishëm e gjithë pushtetshëm më ka të falës, formësuesi i lartë, fuqi ploti Allah, gjithë do japim shpirtin dit. Na bën të vdesim me iman, me besim, me fjalën la ilaha illallah dhe ti t'jesh i kënaq me ne. I madhi Zot na jep xhenetet e përjetshme të Firdeusit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Qofse na fut në xhenet i madhi Zot na mundso ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde, ti je më i lartë, më i bukur, më i madh, të qofshim fal. Dhe në fund të më thojnë vlezër shumë, o Zot shëroj gjithë ato që janë smur. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa qimus salah. Meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sado dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qiellin edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do t'jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas.